Mos e konsumoni vajin e ullirit nëse vuani nga këto tre sëmundje. Vaji i ullirit shpesh përdoret si një zgjedhje e mirë që mbron shëndetin tonë dhe bën çdo pjatë edhe më të shijshme, por ka situata në të cilat nuk duhet ta përdorni vajin e ullirit sepse mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore. Ekspertët kanë renditur rastet kur vajin e ullirit nuk duhet ta përdorni, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në humbjen e vlerave të tij, gjithashtu edhe në ndikimin e shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit është një nga vajrat më të shëndetshëm të cilën mund ta përdorni në dietat tuaja ditore, por gjithmonë brenda mundësisë së përkryer dhe vlerat e tij do të jenë gjithashtu edhe më të mëdha edhe më të çmuar. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit përmban fitonutrientë shumë aktiv si polifenole dhe flavonoidet, të cilat kanë veti të mira antiinflamatore, të cilat mund të ofrojnë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit. Veprimi i tyre do të zvogëlojë simptomat e astmës, artritin, reumatizmën dhe probleme të tjera që i kanosin organizmit. Por kur nuk duhet ta përdorni vajin e ullirit dhe cilat janë efektet negative të tij në shëndetin tuaj. Në rast se nuk jeni të sigurt se është i cilësisë së mirë, mos e përdorni vajin e ullirit. Përpara se ta përdorni vajin e ullirit për ndonjë gatim të mundshëm ose si produkt për kujdesin e lëkurës, është e rëndësishme të dini se vaji i ullirit që përdorni të jetë 100% natyral dhe pa shtesa të aditive të tjerë. Disa kërkime të tjera pohojnë se 80% e vajrave italian janë të kontaminuar me disa vajra të tjerë. Ndoshta e kanë bërë nga ullin të cilat janë të cilësisë së ulët, i kanë shtuar vajin e vitit të kaluar ose kanë përzierje me vajra të tjerë. Vaji i ullirit nuk këshillohet të konsumohet i tiganisur për një kohë të gjatë. Një numër ekspertës të kuzhinës pohojnë se vaji i ullirit pohon se mund të ofrojë përfitime të mirë për shëndetin, por nuk duhet të konsumohet i tiganisur për një kohë të gjatë, sidomos te vajrat e lirë, pasi do të humbasin shumë vlera të tyre. Nëse doni ta përdorni vajin e ullirit për tiganisje ose gatime të ndryshme në skuqje të larta, sigurohuni që gjithmonë të përdorni vajin e cilësisë së lartë, sepse është e vështirë që ai të humbasë të gjitha përfitimet e tij krahasuar me vajrat me shtesa të ndryshme. Nutricionistja Bridget Bennett thotë se vaji i ullirit, ashtu si të gjitha vajrat e tjerë, dëmtohet, sidomos nëse është i një cilësie të ulët dhe humbet aftësinë e tij ushqyese. Vaji i ullirit nuk këshillohet të përdoret gjithashtu edhe për të përgatitur tortën. Sipas rekomandimeve të prodhuesit Oliver & Co, vaji i ullirit mund të shtohet në produkte të caktuara ushqimore në vend të margarinës dhe të gjalpit. Ajo që duhet të mbani në mend është se vaji i ullirit ka një aromë vërtet të fortë, kështu që ju mund të prishni shijen e tij. Si produkt për kujdesin e lëkurës, vaji i ullirit duhet të përdoret vetëm në standardet e rekomanduara dhe asnjëherë në sasi tepër të mëdha, pasi mund të humbasë vlerat e tij. Me siguri keni dëgjuar se njerëzit e lavdërojnë vajin e ullirit kur bëhet fjala për shëndetin dhe bukurinë e lëkurës, dhe shpesh mund të gjejmë produkte të tjera, por këshillohet gjithmonë të përdorni vajin cilësor i cili do t'jap rezultate të mira në shëndetin tuaj dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet që ju kanosen. Ekspertët thonë se vaji i ullirit është shumë i rëndësishëm të përfshihet në vazhdimsinë e dietave tuaja. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura, ai është disi i sigurt që mund të përdoret. Por ka raste të tjera kur vaji i ullirit është shumë lehtë i përdorshëm dhe mund të japë gjithashtu rezultate të shumëpritura. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet e tij maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër dhe për mrekullinë që shkon përtej saj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë gjedhe vaji i ullirit, kjo sepse ai do t'jap rezultate fantastike në ushqyerjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj.
Vaji i ullirit sipas Brightside është një produkt fantastik ushqyes me ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse e përdorni atë si duhet, rezultatet do të jenë të mira. Vaji i ullirit është i mirë që mund të përdoret me kujdes edhe në mbrojtjen e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai mund të ndihmojë në reduktimin e skuqjeve, entjeve dhe të ngadalësojë gjithashtu edhe problemin e shfaqjes së rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit do të ndihmojë të keni gjithashtu edhe një lëkurë të shëndetshme, madje mund të reduktojë edhe kilogramët e tepërt të trupit. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3-vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e peshës trupore. Vaji i ullirit është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e trurit gjithmonë nëse përdoret në standardet e rekomanduara. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që e pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrna. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit të cilët të vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu edhe me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e tyre të mëngjesit, që shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të zvogëlojë edhe inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 do të zvogëlojë inflamacionet në trupin tuaj. Nga ana tjetër mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara këto nga inflamacionet. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri i shtuar çdo ditë në dietën tuaj mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme dhe të përmirësojë ndjeshëm organizmin tuaj. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e vajit të ullirit, sigurohuni që ta shtoni atë në formën e tij natyrale dhe pa shtesa të ndryshme të aditivëve. Kështu përfitimet që do të merrni nga vaji i ullirit janë të mira për organizmin dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vaji i ullirit është një produkt fantastik i cili nëse konsumohet dhe përdoret në formën e tij të papërpunuar dhe natyrale, do të japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore omega 3, acidi lineolik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrnat esenciale për një shëndet më të mirë, duke qenë se është lehtësisht edhe i tretshëm. Por a e dini çfarë ndodh nëse konsumoni të paktën një lugë gjelle vaji i ullirit çdo ditë në dietën tuaj? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut ose pas ngrënies keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni me patjetër vajin e ullirit në dietën tuaj. Të pini një lugë gjelle vaji i ullirit me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit mund të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe të mbrojnë ndjeshëm kundër problemeve të fryrjes dhe inflamacioneve që i shkaktojnë imunitetit tuaj. Përdorimet të tilla të vajit të ullirit do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni me kujdes vajin e ullirit dhe përfitimet që do të keni do të jenë gjithashtu edhe shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.